Mirita, unë kam emrin Maestro Moderno, edhe në këtë video kam qef t'ju tregoj për përvojat në jetën time. Këto janë eksperiencia që unë kam dalë jashtë nga trupi, nga ky trupi fizik, kur shkoj në botën tjetër, ose në pjesën tjetër, ose në anën tjetër. Ku jam i vetishëm, e le këtë trupi këtu në gjumë, e shoh trupin që është në krevat, trupin fizik, edhe unë jam prap gjallë, për jam në një trup tjetër, një trup shpirtënor, që është trupi im i vërtet. Edhe me këtë trup shpirtënor, unë mund të udhëtoj kur të doj. Në këtë botë për shembull, ose në botrat e tjera që janë rreth e qark nesh. Edhe për të botët e tjera do ju flas më shumë në vitet e ardhshme. Çfarë janë, ku jemi, se jemi këtu, edhe të gjitha këto gjërat do ja tregoj. Jeta mbas vdekjes vazhdon. Shpirti është i pavdekshëm. Ka qenë gjithmonë i pavdekshëm, është i pavdekshëm, edhe do jetë i pavdekshëm. Ne kemi ardhur me shpirt ke ky trupi fizik, ke ky trupi mishit, është si ti beture, që ti bim për qark gjithë, për shembull për 70-80 vjet, edhe ndryshket për shembull trupi ose plaket, edhe vdes, edhe shpirti vendos futet o në trup tjetër të marrë një eksperiencë të re, o të shkojnë në një vend tjetër të marrë një eksperiencë tjetër. Në vende tjera, se ka shumë vende tjera. Ka shumë, kjo është si tip, mund të thuash si tip loje, kjo jeta, kjo... Ne jemi më në një loje, në një trup fizik. Nuk jemi në ky trupi, ne jemi më shumë se ky trupi. Edhe për shembull, në botën tjetër, ti mund të takosh edhe njerëz që kanë vdek. Për shembull, nana, baba, gjyshi, ose i shok që ka vdekur, ti mund ta, për shembull, që po ta shpjegoj unë, mund ta lesh trupin, është një praktik meditimi thellë, kur ti je shumë thellë në meditim, se edhe shpirti janë i shkëputur nga trupi. Edhe pastaj e kupton që ti je ti shpirti, për shembull, edhe mund të thuash kam qef ta takoj filanin, për shembull, e fut vende ke filani, ke shoku, ose ke gjyshi, ose ke gjyshja, ose ke njëri tjetër që është shumë i veçantë për ty që e do për shembull, edhe mund të takosh, edhe mund të flasësh. Se ato njerëzit kur nuk vdesin. Ato janë shumë gjallë, janë më gjallë se sa jemi ne këtu. Po janë atje janë paradisat, ato kënaqen, ato nga shkojnë ças bajnë, çati do shpirti atyre. Marrin eksperiencia të tjera, me shpirt të tjerë, në bota të tjera. Edhe unë ka pa shumë studio kur njerëzit tregojnë për çfarë ndodh mas vdekjes, ku shkon, kush shkon, ka shumë religiona, ka shumë gjëra të ndryshme që njerëzit flasin, po këto njerëzit ku flasin, këto flasin një pjesë nga ato kanë pas një farë eksperience që nuk e kuptojnë mirë se çfarë është, se çfarë i ka ndodhur për shembull. Kanë pa një fantazmë, ose një xhin, ose nanën, ose babën, ose gjyshin krevat, ose kanë shkuar në ndonjë vend edhe kanë ardhur, ose ndaj ëndrash, nga ëndrat ka shkuar, i ka dalë shumë e vërtet. A kupton? Edhe ka njerëz që i besojnë, për shembull, a kupton, janë religiona që thotë është një Zot për shembull, edhe ai Zoti ka dorë gjitha gjanat. Edhe ne jemi këtu për t'i lutur Zotit për shembull. Edhe njerëzit thonë që unë besoj, unë mendoj, unë s'flas as për besim, as mendoj, as i gja. Unë e di vetë, unë e kam përvojat e mia që kam dalë në botën tjetër, kur kam taku shpirtna të tjerë, kam pa shumë gjëra të veçanta. Lloj gjërash, e kam marrë një dashuri e pafundshme që shumica njerëzve në këtë botë nuk kanë eksperiencë të dashurinë. Kjo është më e nalta se as nuk imagjinon dot çfarë dashurie është në botën tjetër, kush jemi ne, ajo është ajo. Gjendja origjinale e shpirtit ton, një dashuri e pafundshme. Edhe atje nuk është një Zot me mjekër.
Nuk ka atje Zot me mjekët. Komplet në shpirt natë që jemi këtu në këtë botë, ne jemi ai Zoti. Unë jam Zoti, ti je Zoti, filani është Zoti, ato tjerët janë gjithë Zot. Po kanë hyrë në një eksperiencë, një farë loje kompjuteri, janë fut mena ke kompjuteri, edhe për luajnë i loje jetës, që themi ne. Që kështu të gjithë ne jemi Zoti. A që themi ne Zoti. Po ndajt kësajt loje, që themi në jeta jone, që jemi programu, ti e ke emrin filani, do shkosh këtë shkollë, do lexosh këtë libër, do punosh për këtë filanin, do bash kështu, do bash ashtu. Edhe ti beson këtyre gjërave, edhe ti mendon se ti je këto gjërat. Edhe atëherë bllokohesh nga ana tjetër kush je ti i vërtet. Edhe shkurt, ja u them për pse jemi ne këtu, ne kemi ardhur për të eksperiencu një eksperiencë, në ta thush si tip shkolle, me klasë, ku për shembull ti në botën tjetër, para se me ardhur këtu ky trupi fizik, ti je ai që quhet Zoti. Ti je ai më i fuqishmi, më i mëshmi, më i bukuri, më i dashuri. Ai që i di të gjitha. Po kur vjen këtu, ne futemi këtu dhe i harrojmë gjithë të gjërat që i dim që jemi Zoti ne, edhe kemi një eksperiencë njeriu kur futemi më këtu, futemi ndajt ujit. Vim nga uji dhe futim ke barku ke mama edhe lindim si fëmijë. Edhe shpirti futet më ke trupi edhe ka një eksperiencë, e vendos vetë çfarë eksperiencë do, ku do futesh, ku do futesh. E gjithë të gjërat. Edhe atëherë, duke vazhduar jetën për shembull këtu si njeri, duhet ta kuptosh kush je ti ai i vërteti. Vjen të harrumen, po thuj të ndryshme kush je ti i vërtet, original në botën tjetër, je fut këtu i mendjen këtu, ke ky trupi ime, të harrumen i harron gjitha kush je ti, edhe mash një eksperiencë duke të mësu tjerët kush je ti, çfarë do bash, çfarë është vërtet, çfarë është vërtet, qysh tek. A kupton komplet të gjanat, ti i merr këtu. Ku jeti këtu ti ai që shohim ne, o Zot, ai i mençmi që i di gjitha. Ai je ti dhe unë në botën tjetër. Por religionet ta kanë thënë që është i Zot, ti nuk je si gjatë, ti je njëri që vun. A kupton, ti je njëri që nuk di gjë fare, ti më duhet të besosh mua. Se unë jam ai i fuqishmi, jo ti, jo ju, jo ne. Është ai Zoti me mjekër aty nalt. Ashtu që beson njerëzit. Nuk është ajo vërtet. Ajo është mashtrimi i religionit që kur ja jep ti fuqinë një Zoti tjetër, ti atëherë e pret sinjalin e internetit me u kap me internetit. Imagjinoje si ti jeti si telefon. Po pas patë interneti, ti nuk funksionon dot me botën, po patë internet me një komunikim me botën tjetër. Nuk funksionon dot. A frika është gjëja më e parë që të bllokon nga të gjitha rrethanat. Frika dhe humbja. Se ne jemi friksuar gjithë jetën. Kjo është gjëja që të pengon sinjalin e internetit, po thuj trupi është telefoni, edhe interneti është ajo metaversi që i ka të gjitha gjërat aty nalt. E pafundshme, ka lloj gjërash, është tip interneti, mund gjesh çdo gjithçka. Po kur telefoni nuk ka internet, edhe mendon se i ka ato aplikacionet, edhe mendon se është i mençur, pa ato aplikacionet janë vetëm për këtu. Ti duhet të kesh internet që ta shohësh që, unë mund të komunikoj edhe me shpirtin tjerë, ke interneti. Ku do qoftë janë ato. Se ne jemi në gjithë shpirt, ne jemi si tip deti, është ajo. Po jemi si tip deti, me vim tu si pika uji, edhe marrim eksperiencë edhe zhvillohemi. Shkurt. Unë kam pas shumë përvoja, shumë eksperiencia, ku kam shku botën tjetër, e kam pa trupin tim kërvat, me sytë mi, edhe jam çudit. Kam taku shpirtin atjerë si ta thash përpara, kam ba lloj gjërash që kam qef unë, dëshirë unë.
Edhe shumica gjëra që kam pa unë janë për mu, që kam qef ta di kush jam, pse jam tu, edhe për çfarë jam këtu. Edhe në vite tjera do ju tregoj edhe më shumë, edhe disa eksperiencia, edhe qysh ta zbulosh këtë parajs, këtë vetdije, kush je ti i vërtet. Jo kush je ti ke ky trupi. Më bëhet shefi t'ju tregoja për këto përvojat e mia, këto eksperienca që u kam marrë nga bota tjetër. Edhe do ju shoh në vitin tjetër. Mirupafshim, vazhdoni përsëri ditën e mirë edhe shihemi.